Po të shohim dhe në deklaratat e tyre, kryesisht gjatë gjithë dekadës fundit, kanë qenë çështja e reformës në drejtësi, shtetit të së drejtës, lirive themelore, pra çështjeve themelore, si quhen, që është dhe grup kapitulli i parë i çështjeve themelore. Kjo ka bërë që të ketë me drejt një vëmendje më të madhe nga administrata, nga politika, nga shoqëria shqiptare tek këto objektiva, por që kanë sjell, do të thosha, më pak vëmendje tek këto kapituj tjerë që janë të rëndësishëm, pra jo vetëm arsimi, shkenca, media, po do thosha dhe grup kapitujt e tjerë që priten të hapen, që kanë të bëjnë me mjedisin, me infrastrukturën, me zhvillimi rural, të gjithë këto janë çështje të rëndësishme që ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për financime, rritje të kapacitetesh, do të thosha që këtu çalojmë më shumë pasi administrata shqiptare nuk është e përgatitur sa duhet tek këto fusha. Po. Dhe bërja e reformave në një periudhë të shkurtër 3 vjeçare dhe pasja rezultate të tyre, pra që të vlerësohet nga Komisioni Evropian me sukses, është e vështirë, kërkon një angazhim shumë të madh, do duhet të shohim një angazhim jashtëzakonisht të madh, jo vetëm të administratës, po dhe grupeve ndryshme të interesit. Gjë që ende nuk po duket, të paktën në këto grup kapituj.